Coach, very tough game. You entered the fourth quarter equal, 46-46, and then something happened in the fourth quarter. What happened? What did you do in the fourth quarter to win the game? We showed the character. How you know, we stay with our first center, McInnes, on a long time, and we only have one center, Eric, who played great today, defensively and offensively. And after that injury, we didn't have so much time to change some defense, but these 2-3 days we work hard. Guys listen to me, and we stick together. We know it's a hard game here to play. They're a really good team, especially in front of this crowd. But we stick together, we show character, we didn't fall down, and I think that we win deserved. Thank you. Thank you very much. Pra, I pyetur se në qerekun e 4 kanë hyrë me rezultat të barabartë 46-46, çka kanë bërë dhe pse kanë fituar ndeshjen? Trajneri Sasha Janković tha se kemi treguar karakterin, kemi luftuar dhe sidomos ishim në mungesë të qendrës kryesore McInnesit, I cili e theu dorën ulën dua dhe do të mungoj për një kohë të gjatë, ndërsa tha se Eric Kops sonte ishte I jashtëzakonshëm, luftoi në mënyrë fenomenale dhe e plotsoi atë hapësirën, zbrastirën e krijuar me mungesën e Gjevoj McInnesit. Tha me vërtet I uroj djelmoshat e tij për arsye se tha është shumë vështirë të luash kundër vllazimit, një skuadër shumë të fortë dhe të mirë, sidomos në këtë palestër të nxehtë. Këto ishin fjalët e trajnerit Sasha Janković dhe bashkimi sonte me këtë fitore dhe humbjen e Trepçës e merr leadershipin.